Nuk ka shqiptar më të rrezikshëm se ai që nuk i tutet humbjes. Kjo histori nuk është për rekorde, jo për numra, jo për 10 fitore që i ka, kjo është për një djalë që menon ndryshe nga këtë tjerët. Ermal Berisha pe Deçanit sot me rekord 10-1, një ndeshje me vendim, një me dorëzim edhe krejt tjerat me KO. Po e ka një njollë që s'e ka harru kurrë, një humbje të vetme. Po pse ajo? Se kur ka ndodhur kjo i ka pas veç një muj ushtrime. Një muj edhe ka hyrë në ring, ka hi me zemër, jo me përvojë. Edhe po kundërshtari e ka ndalë, po nuk e ka thy. Por shumicën i shkon fundi, po për to ka veç fillimin. 2 vjet më vonë edhe me shumë urrëti ndaj humbjes, Ermali e ka gjetë prapa djali, ka shtru dorën edhe i ka kërkuar rimeç. Respekt ka pas, po në zemër ka pas zjarr. Ka dalë një video për Ameçit me një fjali që t'i ngrin durë. Po këtë herë nuk ka qenë veç kundër ti, po kundër vetës të vjetër. Spremamo se za šampiona Afrike i mislim da će naša borba biti kao što je bio na eventu 2023. u kome sam ga dobio u prvoj rundi. Tash jenë përballë prap, e këtë herë skenari nuk ka qenë i njëjtë. Ermali e ka mbyll luftën, e ka fitu pas të qartë me mentalitetin e dikujt që nuk ardh me tregu se kush është. Stërvitet e 038 Fight Club te ekipit që e ka Trim Ademaj e veç po prodhon luftar talentum e uritur për sukses. Punon në Arian Havollin për kickbox dhe MMA edhe në Lirin Bllacën për jiu-jitsu. Disa emra të shumë respektuar në skenë. Veç 20 vjet e ky djalë nuk po lufton veç me kundërshtar, lufton me versionet e vetes. E ka humb një herë, po nuk e ka pranuar kurrë derisa ka shkruajt vet kapitullin e dytë. Tash është krejt tjetër nivel, se kur e njeh dikën që nuk ja ka frikën humbjes, atëherë kupton pse i ka fituar këto lufta. Atë mos harro tash me bë follower ban FM, subscribe në YouTube.